Të nderuar besimtar, takimi joni radhës është me një temë e cila e kam titulluar I falimentuari, apo që I bankrotum, apo na që I thena me gjuhën e popullit kaput, ka med ma, ashtu. Kush është ky njeri? Kush është ky tip I cili po falimentoj ka? Sikur se bankat kanë për njerë pare, pasuri, kanë depo, kanë buxhet për njerë, dështoj. Nuk po flasme për kësi kategori njerë të cilët kanë pare, po flas për njerë të cilët kanë punë të mira, kanë bë punë kogja të hajrit, kogja mirë po, kur të dalin para Allahu xhaleshanu nuk kanë me falimentu, kanë me dështu, kanë mu qorodit me vetën e vetë. E filloj me një ajet të Kuranit që ka pikërisht lidhje direkt me këta, thot Allah I madhuruar, Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Thuaj Muhammed gjithë njerëzit, a doni të njoftoni se kush është ai I cili ka me qenë dëshpëruar me veprat e tij që I ka bën dynjën në botën tjetër. Ka bë punë, ka bë vepra, ka bë projekte, mirë po, për çudi ka me qenë I dëshpëruar, jo I gëzuar. Kush janë ata, thot Allah në Kur'an, alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yus'iduna sun'a. Ata të cilët e kanë deviju rrugën e tyre, ata të cilët mundi I tyre, lodhja e tyre, raskapitja e tyre s'ka mi shku ku duhet në jetën e kësaj dunjos, duke mendu këto dhe pretendu me pretekst se janë duke bë punë të mira, a nuk përdi se ato punë të qojnë dikon ndryshe. O yahsabuna annahum sun'a, edhe mendojnë se këto janë të bë punë dhe vepra të mira. Këto janë më dëshmuar. Me një ajet tjetër është ala më I dëshmuar, më I dëshpëruar, thot Allah në Kur'an, wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Disa njerëz në botën tjetër kanë ju shfaq, kanë ju ekspozu punë në të cilët ky ka menduar se këto do të jenë pranuar te Zoti. Janë punë kogja të mira, edhe të lavdruar, mirë po te Allahu xhaleshanu ka mi dal diçka e papritur. Domethënë, nuk I zihet, nuk I pranohet, nuk e ka Allah në konsiderat. Kjo është e rrezikshëm. Po ala më rrezikshëm janë ata njerëz të cilët nuk I bojnë veprat për Allah, as për hatër të Zotit, po I bën për syefatësi, kjo shumë është e rrezikshëm. Këta njerëz nuk kanë nevojë më lodh këtë dunjë, nëse punë nuk I bojnë për hatër të Allahut. Ka thënë një dietar një fjalë të mirë, ka thënë kunu liman lam yakun mukhlisa fala tat'ibu. Thuani atyre të cilët nuk janë sinqert në veprat e tyre, nuk janë për hatër të Allahut, nuk I bën veprat, thuni atyre mos u lodhni. Mos u raskapit. Pse po lodhesh? Kur dikuj nuk I bën për hatër të Allahut xhaleshanu, a namaz, a zeqat, a sadaka, hajrat, a respektin anës, a I babës, a lexim Kuranit, a ban dhikr, a ban istighfar, a ban deni hajrat, nuk I bën për hir të Allahut, mos u la. E Hazreti Omeri e ka pa një ditë të ardhur një far prift nga Shami të pa ata kur e ka po duke bëj ibadet. Ju dini se këto çifutët edhe krishterët, sidomos çifutët, ata kokat e tyre bojnë do adhurime që na nuk e bojnë. Shkojnë te muri, I mshojnë me kokë, çajnë, vajtojnë, edhe ata e konsiderojnë si ibadet. Ka thonë Hazreti Omeri kur ka pa ka nisë me kajt. Ka thonë pse tu kajt, o prisë besimtarëve? Ka thonë, jam tu kajt se tu më kujtu një ajet Allah në Kur'an ka fol pikërisht për këta. Kush janë ata? Amiletun nasibe tesla narën hamie. Kanë marrë disa njerëz në ditën e gjykimit të lodhur, të raskapitur nga veprat dhe punët, mirë po në fund do të hedhen në zjarr të ndezur. Kush janë këto? Çe këto thot? Janë lodh, ti më shumë me kokë murit, e tu bë ato lutjet, po si kanë pas me iman dhe me besim, kanë me hinë zjarr. Kjo do të më ka në këto mesazhe të jetet edhe për ne të rishtueshëm, se bëma ki të menuesen ato pa punë të mira, ditën e kiametit ndoshta bëhet hije pluhur. Cili person quhet I falimentuar? I falimentuar është ai njeri që ka shumë para, por më shumë se para, ai ka borxh shumë. Dhe kur I ban kalkulimet dhe llogaritjet, ai është më I falimentuar. Ki ka parë.
I ka 20.000 euro, ama i ka 5.000 borxhati, 3.000 ka borxhati, 2.000 ka borxhati, 7.000 ka borxhati, 300 xhe. Kur ta bën atë kalkulimin shëshitjen, ky s'ka. Kjo është i falimentuar. I falimentuar është ai njeri që ka shumë ndërtesa në pronësi, por kur bën llogari, ai s'ka shtëpinë e vet. Pasi është e detyruar ta shesë edhe ata. Ai ka 3, 4, 5 japia, villa, mirë, po i ka këtë dynjas borç. I ka moratina për me ble blokat, për me ble ekat, për me ble cementa, për me ble ata, kur ta kshysh, edhe shtëpia vet i del minus. Që kjo është i falimentuar. I falimentuar është ai njeri që mund të ketë shumë pasuri, por në fund fare edhe robën që e ka veshur nuk e ka të vetën. Edhe petka që e vesh s'janë vetat. I falimentuar është ai njeri që ka bërë shumë llogari dhe hesab, por s'ka bërë mirë llogarinë e vetës së tij. Ky është i falimentuar i dunjas. Realisht është për të ardhur keq për njerëz të tillë e mos na bëj Zoti sikur këto njerëz. Por ka një të falimentuar tjetër, që është i falimentuar ai rretit. Këto shko përmend janë që kanë bankrotuar në dunja, kanë ndromo në zero. Mirë, po një shka është më e dhimbshëm, më e mjerueshëm, ai që është i falimentuar botën tjetër. Kush është ky? E pejgamberi Allahut e ka përmend me një hadith. Edhe ka tregu dhe ka përkufizu dhe ka definu. Ka thonë, e të drune menil muflis, a e dini ju se cili është i falimentuar, që ka dështu. Shumica prej sahabëve ka kuptu drejt mesazhin. Thotë, ja Rasulullah, ai cili ka pare në xhep, mirë po, nuk jep, ose nuk ka fare as në sen. E pejgamberi thotë, jo, nuk është ai. Unë kam përshëllit për një kategori tjetër falimentimit. Kush është? Thotë, është ai cili vjen në ditën e Kiametit, del para Allahu xhaleshanu me namaz, del me agjërim, del me shumë sevape, madje ka bë dhe hax, por ky njeri ka bë dhe punë qera, i ka bë këto, po kur s'ka nejt pa shajt, as pa ofendu, as pa bajt fjalë, as pa përguju, ja ka vjedh që tërkuna pasurien, ja ka prek dikuna nderin. Si menon kjo? Kjo ka e sab. E këta njerës, ma dje dhe ka derë thot gjakun, ky fillon dhe jep borgjën e ti. Po, pra dit borgjë, si jepet me pare. A dit është me sevabe. Ki fol namaz, ki dhënë zeqat, ki dhënë sadaka, ki bo hajrat, një po ki shajt të nditën, ki malku të nditën, ki vjedh çdo derë, ja ki prek hakin që tërkuna. E në dit më këthi borgjë, nuk thet me pare. I thot Allahu xhaleshanu, filan, sevapët i lip. Bile, në ditën e Kiametit, mas i kalot ura e sirat, që qëtë sirati, mas urës është dhe një urë qeter. është një vend, parasimin të në gjenet apo në gjenem, qëtë një vend kantara. Populli thot, kanari. Kanari. Për dy në kjo. Mjetë për matin e madrave dhe artikullë, pëjmë dhe perimëve. E a shka bota dit, nuk futështi me marë vizën ose gjenet ose gjenem, për derisa nuk i qëron hesapet me familjen, me njerëzit që i ki nërhat, o e ki marë pasurin e për kështu më radhë. E ati pagun që tërsen, qysh për shemë kjo thot, o zot, dhe të filanin, unë e kam pas me atë venin, atë postin, funksionin, po këj boni dredhina, i pati shok, manipuloj, boni shantash. Po, ti ke meritu, ti e di zot, ti e di se unë e kam meritu. Kjo jo, kjo me shkollë të mesme, as me të mesme eq, kjo me fakultet e ka specializu, kjo e ka zon postin. E Allah i thot, qka, ti se vapët, e pjektina. Sosët, ki qetëri, zot, ka marrë të megja, më ka lujtë ki mua, ka pas pushtet, më ka marrë arën të eme, dhe s'ma ka pagujt. Allah i thot, ashe vërtet të po, edhe pse dhe masmiti, se vapët. Ja këthen, këtë se vapët e këti në emër, se vapët e namazit, agjerimit, sadakajës kë. I vjeni treti, i katër, ti kur shkojët e qky, ki ka me thonë ma, o zot, s'ka unë se vapët. S'ki se vapët, po. Ti shka më shme ba, o zot, unë kam gjunaje. Të ngarkojme, o zot. Ajo është dita më të mërshëm, nuk ja shlën asë njën i qetre. E kjo është më i keqe, shumë është i keqe. Kanë thonë një djetarë, thot,
Kanë thonë një hoxhës o hoxh, shka thu për një filan I cili ban punë të mira, ama nuk nalet të shaj, të ofendu, të përgoju, t'ja prek haki njerëzve. Ku thot që kënë një kanë sigur sa I ka marrë një thes, ama thesi me pas ka shkoqt. E mush ka mesene, midis rrugës I bikan poshtë. Qështu është ai cili ban punë të mira, dhe ban punë të qia, si thesi, qkoqt. E mush ama, I bjen poshtë dhe minus. Për qëtë loj falimentimi kanë për qëllim. Që kjo është më rrezikshëm. Pari e petë dunjas, pa I retit, kjo është më e dhimbshme. Tu menu se ti ki bo koqa të punë të mëdha dhe projekte, kur ta këshisha qetrit në alë, edhe ti merr një nga një. Njeriu fillon e merr nga gjunat e tyre që I ka rëndon në supe, derisa ta fund që njeriu ku në zjarr. Ky është falimentimi përpara Rabbul Aleminit. Ka ardhur me male, me sevape, dhe fundit është zjarri I xhenemit, Allahu na ruaj. Ai që kur jep borxhet e tij, si ngelet kur gjallë, falimenton dhe fundin e ka në zjarr të xhenemit. Kjo është më e dhimbshme. Kjo është kuptimi I saktë dhe I vërtet. I falimentuar është I vërtet tek Allahu ai që falet, po kur s'ka mësuar prej namazit vet. Fal namaz, vjedh namaz. Si be vjedh namaz? Ka thonë për nësam, ka disa njerë që falë namaz edhe vjedhën e namazet e tyre. Me vjedh namaz? Po. Si ndodh kjo? Nuk e ban rukun komplet, nuk e ban sejdën komplet. Bërzim, shpejtësinë e madhe. Pejgamberi ka përshkruar me një hadith alamat tjetër. Shembulli I munafikut, ka thonë se shembulli I xhelit. Shembulli I munafikit, I cili e fal namazin, jo që se fal. Imagjinoni munafiki e fal namazin. Pa që se fal namazin, çfarë epiteti ka? Të me pas me fal namaz, po se ban hile, I shtin hile namazit, e ki epitetin, nocionin munafik. Po mos le fal, kur si? Thot shembulli I munafikit, është ai munafiki I cili e vonon e zvarit namazin. Namazin I kini se fal, tu përëndu dili, tu rakshami. Fun, shpejt me rabdes. Fal namaz, shpejton nuk unë sejdë, si kurse gjeli që I ha kokrat e kalamoqit. Edhe nuk e përmena Allahun vetëm se pak. Shko. Që kjo është hajdut. Kjo hajdut e vjedh namazin. Kjo është ma sumti për neve në taradhi. Që ka gjemat në një mbi kokë një vajgjallarve e zgate. Ose del jash pja gje që kine zgate 10 minuta. Pun të madhe ti. Se ki pas me shku në lufti. Shumë ti. I tu iki namazin. Dhe ata 10 minuta, je shumë. 10 minuta. S'po flas namaz. Se namazit që shfalet në daravi, se arabisht tarawih I thonë rawaha, tëraqëllëk. Tëraqëllëk ju dini shka është. Janë do bure pinë qajnë, vallaj që ki buri jem, ku, e pi me tëraqëllëk, nuk gutët be, kiameti mu ba, e pi qajnë me tëraqëllëk, e pi me liman. Namazi falet me tëraqëllëk, namazi taravijës. Kalumën, s'po të vazdash, kalumën, kone sahabve, e më vonë, e kanë falë 2 recata, di ka sa? Ka 100 ajete. 100 ajete të pak të një merë 15-20 minuta. Të 25 minuta. 2 reqatë. Kam pushu. Kam pushu mas 2 reqatëve. Kam nësë selam kam pushu. 1-2-3 minuta. Sërish ka falë 2 gjysate. Ka pushu 2. Ka falë gjysate. 3 sate, gjys 4 sate, 5 sate kanë falë. Nëse bojmë I këta, jam e di shumë, se jemi do. Pas gjysë nuk e bojna 50%. Mas 1/4 na nuk e bojmë, vëllezër të dashur. Pas 10 be, edhe dëgjojna me të madhe, o gjo e zgati. E kujtu I këti, si ti këti namazit, ku do mi këti? Kujtot një rast, ka një hoqë me një ders, një tube, është duke ndejt, interesant, duke mojt ders, fillon mu bat tërmeti. Tërmet, dritje madhe. Do që mot fillon me I. Kujtu I? Pi gjamisit të I? Pi Allahita? Kujtu I kjo? Po sot gjenim venë ma të sigur se kjo. Ko ta kemi në atë rësk, nasip, me pas mundësi me vdek në gjami. Ama që? Edhe na mi thana tyve që keni qef me gjithë një gjami që I falë për 20 dakika. Kjo është rrezikshme, nuk e mirë. Se ndoshta ditën e kiametit Allahu te ka ftyrat namaz. Që kjo është vjedhse namazit. Pejgamberi Allahu ka po njërin duke fal namaz. Ka qenë pejgamberi në xhami, ka I njëri, ka fal shpejt namaz. Masi ka thënë selam, ka thënë assalamu alaikum ya rasulullah. Paqja shpëtimi qoftë mbi ty ya rasulullah. Pejgamberi ka thënë irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ktheu falu se ti nuk je falur. Ka shku për ka fal me të njëjtën avash sikur të kalumën, shpejt. Pasi ka thënë selam pejgamberit, pejgamberi ktheu se ti nuk je fal namaz. 3 herë kështu 3 herë, ktheu se ti akoma s'ke fal namaz. Ka thënë që unë nuk di të fal namaz më mirë se kjo. Ai ka thënë pejgamberi, do gjotot.
Kur të mesh me mor tekbir para Allahut, merr tekbir Allahu Akbar, edhe nalu qetsoju. Le qetësoj këtë trupi jot, se të dal para Allahut. Pastaj këna subhaniken. Pastaj thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Thuaj alhamdulillahi rabbil alamin, pushon. Arrahmanir rahim, pushon. Malik yawmiddin, pushon. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pushon. Çdo jetë pejgamberi ka pushuar. Pse? Se pejgamberi ka thënë Allah i ka ndaj namazin mes mua dhe robët në dy pjesë. Kur thot robi alhamdulillahi rabbil alamin, më falenderoj Zotin, Allah i përgjigje. Çat moment je përgjigje, si bet je përgjigje? Këtë dynjas jep, këtë dynjas Allah jep. Ty je përgjigje, këti je përgjigje, ati je përgjigje atina, xhamatit asaj xhamis aty shtetit. Për një herë, ti s'e percepton me trunin tan. Këtë vallai për një mend jep. Po kjo ndodhet në dynja. Sa veta e shikojnë hanën, me miliona njerëz që shikojnë hanën, ky gatimi më thot për mua, hey, hana me mua e ka. Më thonë, jo, me mua të fol. Ky thot, jo, me mua të mshir hana. A hana këtë këshir. Me miliona njerëz, a çashtu? Ko është krijesë e Zotit, po Allahu xhaleshanu. E namazin s'ba me bojile. Kush e falimentuar i dështuar, ai i cili falet, por s'ka mësuar fare asgjë nga namazi. Se namazi do të më ndikojë na. Namazi, nëse nuk le gjurma dhe efekte na, pyetje e madhe se namazi ndoshta nuk e fona sinqerisht, për hatër të Allahut, nuk i hap mi hakin namazit. Sa Allah ka thënë Kur'an, inna salata tanha 'anil fahsha wal munkar. Dini se namazi e largon njeriu nga punët e shëmtuara, nga punët e neveritshme, nga punët imorale. Është një hadith është i dopt, po kuptimi i saktë ka thënë njëri ja Rasulullah, njëri edhe fal edhe vjedh. Edhe fal, edhe vjedh. Shkojnë të di ato. Ka thënë pse mos i fal namaz, namazi ka me largun një ditë për të vjedhur nëse ka. Ma vonë ka ndodhur çështo. Skojnë të ditë, ose bashi keq vjedhës e le namazin, ose e vazhdon namazin edhe let vjedhën. Tu dhjatë nuk shkojnë bashkë, se namazi e pengon dhe e largon njeriu nga punët e liga. Nësaj të kësaj, nëse fal namaz, edhe e ki akoma gojën e fllëqt, gjesat e fllëqta, moralin fare si ki, edukata kërkun sështë. Bënton jot morali fare nuk vjen. Dije thellë ki defekte me namazin. Andaj i falimentuar i vërtet i Zotit është ai që falet, por kur s'ka mësuar për namazit vet. Ai që agjeron një muaj, por kur s'ka marrë mësim për këtij mësuesit të mirë Ramazanit. Ai njeri i cili ka shkuar në hax, po kur s'ka respektuar emrin haxhi. Ai që njeri që e quan veten musliman dhe njeri të mirë, por i ka hyrë në hak të tjerëve dhe fillon e lan borxhin e vet. Si ngelet asnjë sevap, përkundrazi përfundon finishin e ka në zjarr të xhenemit. Me të vërtet, imagjinoj një njeri të falimentuar, të vjen shumë keq për të, por e mira të mirave është ta pyesësh veten tonë. Çfarë punë ka bërë ky njeri që ka pas përfundimin në zjarr të xhenemit? E kuptuam se ai ka fal namaz, se ka qenë ndoshta edhe në haxhi, se ka agjëruar, por ka bërë disa punë të tjera, të cilat ja kanë marrë të gjithë shpërblimet dhe sevapët. E çfarë ja dogjë sevapët këtij njeriu? Sevapët ja dogjë ofendimi. Gjuha e vet, ai shon, ofendon, e në përkom dinjitetin e njerëzve. Ai me të vërtet përmend emrin e Allahut me gjuhë, por ma gjuhë përmend edhe fjalë të këqija. E përmend subhanallahu alhamdulillah, po kur nuk nallet të shajt. E shon shokin, e shon, për shembull, të na shumë dëgjojmë, e shon nanën e shokit. A pejgamberi ka thonë, mos u bani dikush për juve me shajt prindin e juve, nanën se babën. I ka thonë ja Rasulullah, a ka dikush që e shon nanën vet dhe babën? Thonë po. Si? Thotë ti e shon nanën që tërkuna, ai bëhet çka tash ta kthen ta ofendon nanën. Ti ke sebeb dhe shaktor e shajt e nanën tane. Me një fjalë pa shajt e kan, e ki shajt kan veten tane. Muhamedi alayhi salam ka thonë, lese l-mu'minu bit-ta'am, wala l-'an, wala l-fahisha, wala l-bedhi. Besimtari nuk është ai i cili shan, as nuk ofendon, as nuk mallkon. Mallkimi sidomos është më i guës te gratë. Sabaj mos zaft, akshami mos çel. Audhu billah, djolit vetë thotë. Po dhe nëse të ka pru punën këtu, thuj o Zot udhëzoje, o Zot drejtoje, o Zot në dorën tane. Ka fjalë të mira, nuk ka nevojë me përdor fjalë të këqija. Nuk është besimtari që shan, as ofendon, as mallkon, as nuk fol fjalë banale dhe të pahishme. Sot me shakrinon njerëzit. Kush di më shan? Po dhe kjo ndodh. Po ndodh ba maki dhe me gjyshin. Ka gjyshi e thirripin, hajde ne pështon prej na, hajde shaj filanin. Kalzoj se kushin ana. A muslimani nuk ka.
Se çto gjonat, po t'i fshikan kanë punë të mira. Besimtari nuk akuzon. S'mund të bëj akuzat të pabaza. Nuk mallkon. Ai s'mund të jetë njeri i ult. As mund me pas fjalë të ndyrë dhe fjalorin e fllesht. Ai që vepron këto punë, ai s'mund të jetë besimtar i vërtet. Është e vërtet sot në 3 fjalë që i thonë njerëzit pa pas aty në fjalë 5 nuk e le. Pe 3-4 fjalë që i përdorim na, pa e përdorur në fjalë ja. Fol sa fol, osmotan. Kush ka mësuar këtë osmotan? Tu thonë o xhali mirë, o çuni mirë, o Allahu të drejtoft, Allahu të udhëzoft. Mund të përdoret në fjalë të saj, sikur që thojmë njerëzve, na le të duanin, vend duanit, një bonbon, një çokoladë, një mastik, edhe në fjalë të keqes, subhanallah, alhamdulillah, wala ila. Në vend të ofendosh, përdor fjalë të mira. Andaj sot është vërtet në 2-3 fjalëve që ka i folin, pa e gjetë një fjala të pist, të fliqt, është e pamundshme. Sot edhe plaku i vjetër skuqet nga turpi, ndërsa fëmia i vogël nuk skuqet prej kësaj fjale të ndot. Kjo është shumë e vërtet, por besimtari është gjithmonë hakikat dhe i drejtë. Ati vjen turp kur e dëgjon këtë fjalë, e jo më ta thot me gjuhën e tij. Vesh kur tani, çfarë fjale. Lese me thon ku. Tu i do, për shembull plot përpara, mashallah. Kalumin kanë pas tërbije, kanë pas edukat shumë, ka qenë të avancuar në edukat. Diturinë është s'kan pas, po kanë pas shumë moral që neve na mungon. Kena nevojë shumë. Për shembull një fjalë, jo fjalë të keqe. Ata që kanë pas nevojë mi thon diku na kanë përdor fjalë të buta, të mira, vetëm më përdor. Për shembull, mua që më kalon shumë përshtypje të mirë, pleq akoma sot e kësaj dite i ndëgjoj kur do të më shkoj në banjën WC, e thoni sen do me derdh një ujë. Nuk thonë WC-n që nef. Sa është vendi që aludon diçka jo e mirë. Edhe kjo fare nuk ka të keqe, po ka atë ngritur janë ata, nuk e përdorin këta. Çfarë morali kam mësuar nga të parët, nga mësuesit, nga profesorët, nga xhallarët, nga edukatorët. Sot nuk i vjen marrë. Fjalë më të rënda dhe më të këqija. Thu vall, ku të shku kjo dunjë? Vall, ku të shku kjo botë me këta njerëz? Ai njeri që ka në gjuhën e tij emrin e Zotit nuk duhet ta prish ata me fjalë të pista, me fjalë të liga. Me të vërtet, këto fjalë të liga ja djegin punë dhe veprat e mira. Mos përgojë të tjerët. Mos i merr gjunat e të tjerëve, e tua japish sevapet e tua. Është e çuditshme fakti që e ke i nat një njeri dhe kur vjen fundi jep sevapet e tij dhe i merr gjunat. Për inati ka punë, për inati vetëstone e ban. Inati, hasedi, a di se hasedi, xhelozia i gjek sevapët sikur se zjarri drum të gjek. Po pse e xhelozon ti? Pse ka shtëpi të mira, pse ka kerën e mira, pse ka pallata, ka kompania, firma, po shqyqyr që ka. Elhamdulillah. Sa ai që e xhelozon njeriu për një mirësi dhe begati, ka thënë Hasan Basria, kjo të xhelozua Allahin. Për ta gjuna i madh hasedi. Pse me xhelozua Allahin? Po Allah ja ka dhënë. Ti më fjall, s'u pi thu Zotit po këtij indirekt. Sa ai ka dhënë, më thon, Allah i madh. Shko thuaj atina. Kjo është e keqe. Andaj hasedi që nga gjuna i madh, sikur se me xhelozu Allahun, kur ta xhelozoj dikon. Çetë do të bëhet çefi, kanë ai zgjut, kanë ai mençëm, kanë me etik, me edukat. Mashallah pas ka sos doktoratur, sa shembull i mirë, kanë ble baçë, kanë ble vidh. Mashallah kanë ecë përpara. Ty do të më të bëhet çefi. E jo me xhelozuse të mirën se vapët. Kështu është puna e atij që i përgon të tjerët dhe bën thashë theme ndaj të tjerëve. Ai ka akuzuar pa të drejtë, ka njollosur nderin e të tjerëve, duke thënë, "Ky është imoral dhe kjo është amorale." Ti që çet atë fjalën pigoje si aja kafsha bagullën çet. Me njerëve jemi të prirë, jemi kureshtar për njerëzit me ditë, "Abe kjo është zëdaçar, ky e ka punuar me drogë, ky e ka fituar me ta." Thosë ti, "A banu çtime ti te jo sektorin shtet që është për hulimtinë e njerëzve, çaç i aftë jeti?" Për shembull fjalë për të batçi është me fol për dikan, që kjo zënaçar, kjo është zënaçare. Kjo del pi shtëpis ka ladron. Ose për gjuna e më të madhe që ka thënë pejgamberi, largonu nga 7 gjuna e shkatuese. Largonu, hekni dorë, shmangnu nga 7 mëkate që shkatrojnë. 1 shirku, 2 magjia, sihri që bën këna, 3 gënja kamatës, 4 me amër mallin jetimit, 5 me myt njeri pa të drejtë, 6 me hik nga lufta dhe 7 me fol për gratë e ndershme. A është mashallah e shtëpisë, ja. Ajo është ka ban.
E që kjo është ka thunë, sa të letë ki, ditën e kiametit nalt goja. Ditën e kiametit nalt goja ma fol, kush? Kama, fol syni, fol veshi, e atëre ma nuk mund është me manipulu dhe me rejt. Ata s'din asgjë vetë qëfar thua ti. Po, ndërsa vetëm e përdor fjalë më të këqija dhe më të rënda që janë ditën e kiametit rreziku më i madh që kompenzohen me punët e mira. Për punëve të këqija, për njerëzit që është i falimentuar në ditën e gjykimit është, për shembull, ai i cili ja ka ngrohur pasurinë tjerëve. Si ndodh kjo? Duke ja falsifikuar ato dokumentet. Duke i marrë rishvet. Ai merr rrogën mashallah 30.000 dinar, 500 euro, e po ta susin dokumenta më duhet 1.000 euro, një kafe. E di një kafe çfarë sa kushton. Edhe kjo është rishvet. Kjo është rrezikshëm. Po. I thonë rishvet me gjuhën e aktuale, çe i thonë? Korrupsi. Të me zbut. Rishvet është, tingëllon ma keq, drasoja qelesyt, rishvet është, i të marë zjarm, i të fut në bark. Dikësh e ki vjellur, dikësh e ki mashtruar, a i ki vën pasurin, po ja ki vën pa djerës, e ki marë pa djerës. Zoti nuk ja begaton, nuk ja bereqetat pasuri, as në këtë botë, por për këndazi, në ditën e gjykimit kam ja shkatru dhe ka për t'ja marë. Ndërsa pejgamberi Allahut, njerë ju thoshë këtë ti, betohem në Allahun, se ai njeri që i merr të tjetrit pasuri, duke dëshmuar me gënjeshtër, Allahu e ka caktuar vendin ti në mes të xhenemit, edhe nuk kam për me hir në xhenet asnjëherë ky njeri. Ka po bej pejgamberi, në Allah, sa i cili merr pasurinë dikuna, duke bërë rreshën, pasha Allah në tokain është. Baba jot ma kalon me gojë hiç pe Allahun. Ja vedh megjën. Pasha Zoti kjo është pasuria ime. Ç'kjo është zarfi jam. Pa të drejtë, thot pejgamberi se Allahu xhaleshanu ka me fut në mes të xhenemit, valën, edhe kur s'ka me një xhenet haram ja ban xhenetin. Po, fjalë frikshme, shokët e Resulullah të pyetën, ja Resulullah, po nëse bëhet fjalë për një punë vogël, për një mall të vogël, thot pejgamberi, kisha thot pejgamberi, edhe nëse është mall i vogël, thot, betojmë në Zotin Allahun xhaleshanu, nëse njeriu e merr dikujt një shkop të thatë, pa të drejtë, me zullum pa hak, vendin e tij e ka në zjarr të xhenemit. E Allahu na rrit nga pasuria dhe haki të tjerëve. Pa, pleq kam një, thëshin, edhe nëse e gjenat fijen e fshisës mos e merë. Qëfar dërgjegje, qëfar frikë dhe i dengja Allahu Gjershano. Soda, ta shë e të regojnë një farcolete, nana e qënë fëmijen të mjeku, se ka angën një 5 dinar të ekët i ka hinë fyt të poshtë, edhe mullën doktor, shkon të doktor dhe të mjekut, që ka fëmija, thot mëre ka angën 5 dinar që të ekët në fyt, kam frikë se thot, kam një zonë frima, kam e dek, mëse për dërtë. Këto pushtetarët në milion janë të vjetë, kur gjatë të gjithë, 5 dinar. Ha, që ka përthemi. E një të marrëvesh. 5 dinar, me miliona, Moskovsha likurtina, këto la shta knaqën këtë dunja. Heja tje qëfar kosta ka me pagujt. Kjo është e kalusë, o vëllëzë të rashë. Vallahi, bilej, mos më ashtroni. Kalusë është kjo. Bota tjetër është e rrezikshme, është vëllëzë të rashë. Me pas, a të që thonë, kur nuk vdek, kur nuk merë fun, kur, sa që kanë me thonë, a i zullum qare në zot, a të shka, denoj, jo më kri, zdu me prit, po ku i kanë funin, vetëm, që jo më, ja, kemi prit sa të vjedh me, sa të merë me, për ta thuët se fukaraja hinë gjenet 500 vjetë për para pasunikit, ta së më shëkupton ju, që qërë bëna fukara, pa e dini pse, po shaka me marrë Allah në pyjtër ta, a i shpis ka pas, tokës ka pas, kers ka pas, pasurit ka pas, villas ka pas, kufi ka në nalin, a që ka shleperin me mall, a që s'ka kur gjatë, ka në nalin, a që s'ka fishe këshyrin, hajde kala, kjo qetëri, dokument, a i këtë vëllast, a si këtë vëllast, a i këtë në regull, a si këtë në regull, mja marë, sa i zgata ja, ata shkel me shleperit që janë shofert, ato e di mirë sare, e atë gjithë sa keme ne, një a i që ka po zullum, a i që s'ka po zullum, ka me ne, ka i mure këtë shpi, ka i mure këtë vile, ka i mure këto 200.000, ka i mure 100.000, ka i mure 50.000, ku i mure këto. Nuk e lunë robi ditën e kiametit kamën, për drejt sa nuk pytet për 4 gjana. Rinin ku i kalove, pasurin ku i more, si e fitove, ku i shpenzove. Dyturien, edhe shka bone ma dyturien. Adi, sot njerëzit janë kureshtar lakmus me marë pare, me marë pozita. Ditën e kiametit të hasret e në karë në hadith, ditën e kiametit është mjerim, mos të kisha pas. A sot këtë lakmojnë. Premtojnë a për fushata, vetëm typen post, e menon se knaqet. Vetëm se ka ngarku vetën. Vetëm se ka ngarku vetën. Njeriu, ka thonë pejgamberi Allah, për shkak për gjakin, që i hinë hak njerëzve.
Ka thënë pejgamberi Allah, besimtari ka me vazhdu mu kanë hajër mirësi, përderisa nuk e der gjakun e pa. Sot, po javë nuk shkon be, pa nise e ka vra filanin. Aja shka e më mirun shumë për muslimanve, para Ramazanit vranë. Sidomos e ka bajrami ndodhë kjo. Kjo dhe besa e keqe be. Hiqbe sune paramenoj këtabe, nuk mund me pranu të rënjë jemë. Ej, musliman, me vranë Ramazan dikan, po më ta prupunën një të unabe, edhe më të shfarozbe, nuk derë dhe, diska është gjaki, bo vëzët të dashur. Se një më shenë se gjaki nuk ka. Qabën me prish 7 herë, me ndreq, me prish, nuk ka me vlerë dhe me kibet dhe me pesh, sikur se gjaki i muslimanit. Se gjaki është krijes, shpirt është, ndërsa kjo është tull është. Ku e mëra të gudzima i me derë gjakin be? E pejgamberi vazhdon me met në hapësirën, në atë ombredhën islamit, për derisa nuk e derë gjakin. Çati që e derë gjakin, ti nuk e hise. Ti nuk e në ombredhën islamit, nuk e, me një fjalë, nuk e besimtar. Nëse e derë gjakun tjetrit, ke bërë gjuna më të madh. E i dërguar Allah thot, beton në Allahun sikur të gjithë bota shkatërrohet përpara syve të Allahut. Kjo është më e lehtë se sa njëri i pafajshëm të vritet pa të drejtë dhe pa hak. Zoti ruaj durët tona dhe mendjet nga gjaku i të tjerëve. Vetëm shkurt, këta e përfundojna, le ta imagjinojmë pak fytyrën e atij njeriu, kush ka ai falimentuar, që ka dështuar mo, që ka falimentuar, ai nuk ka fjalë për të thënë. Pse? Ai ka fytyrën të nxirr në ditën e Kiametit. Ai kishte shumë, por të gjithë ju bëhen shkum. Imagjinoj atë njeri që ditën e gjykimit shkon tek Allahu me shumë sevapa dhe mendon se jo vetëm që do të jetë në xhenet, por do të jetë në majën më të lartë të xhenetit, mirë po ai në fund të fundit do të hedhet në zjarr. Hije pluhur, sikur po thuaj se mos ma merrni sikur se mos besimtari. Allah ka thënë për mos besimtarët, sado që bojnë punë të mira, përdesa nuk ka iman, ato kanë më bëu hije pluhur. Te xhalna haban menthura, kelam yamra të punëve, të cilët nuk i kanë bërë për Allah, s'kan pas besim, sikur se plunin, menoni, një plun me mojt dorë, edhe mik bën një mal, ku ka erë, ku shkon pluni? Shka përderët, që ashtu punë të mire shka përderën nëse ki hi në rhak diguna, që kjo është i falimentuar, që ki ka me dështu, që ki ka me konë zero në ditën e Kiametit. Me të vërtet, do tjetë për të ardhur keq gjendja e ati personi. Imaginoni njerëzit që kërkojnë hakun, njeriu ka falimentuar, ndërsa ata e përsërit pa mëshirë. A i ka falimentuar, kjo thot, zot, hakin, ka hi në rhak, ka marrë pasurijet, me ka prek nderin, ka shajnë, ka ofendu. Kjo le më e dhenshëm, bani mend, se ju dini që ka ndodhë vitet 97 në Shqipëri, kur ndodhë ajo çështja aty e bankave, që pa të fillu me kamat, kishin falimentuar, shka bajshin njerëzit, si e gërësira, se cilë me morat vetën, që ndodhë, që shtot njëtën, ditë i Kiametit, le më e smershëm, kanë qekë më të marrë ty e kitë ditë i Kiametit, kanë atë hakin shka ti u a ki marrë në dunja. E imaginoj vetën tane, Allah në rujtë, sikur të në thutë ditën e Kiametit, ti ke barë shumë punë të mira, ti ke barë shumë sevape, por gjunat e tua janë më të shumë ta, pasi ku hi në hak njerëzve. Sot, ti do t'jesh i falimentuar. Njeriu në këtë botë i ka 3 hake, 3 detyrime. Një e ka ndaj vetës, një e ka ndaj Allahut, dhe një e ka ndaj të tjerëve njerëzve. Nëse ki hi hak vetës tone, di se vete jote ka me kërku hakin ta, hakin e vetë ditën Kiametit. Syni të kinë hak. Po, syni, që ki pas nevoj në haram me qusinin. Ka më talip syni hakin ditën Kiametit. Veshi që ki ndëgju haram. Duart e tua kanë prek haram. Kam të tua ka shkuna për vendet haram. Hak të lipin. Shpirtit të kinë hak. Ne i terin sa bapa të gjumë. Trupi ka nevoj me flet. Mirë po, nëse ki hinë në hak Zotit, ai ka mundësi më të falë, se është falës, është bujar, është fesnik, ai ka shumë mëshirë. Mirë po, në qofë se i ki ranë në qafë njerëzve, i ki në hak, je i sigurt, që ata s'ta falin asë në këtë botë, por sidomos në botën tjetër, ku nuk ndërhynë as Allah si ndërmjetësues, po Allah ju le mes juve, nëse mund më pajtu, nëse ta falë, elhamdulillah, ka shansë sa mos më ta falaj. Edhe dënon të në pikën e fundet. Këtu dënë shesha e fjalla që te dykun ka diçka hak, ka diçka basë, që të popli, ka thonë Zoti, hajde me hakët e mija, mosu me hakët e njerëzve. Kjo ka basë, po nuk keq kuptohet, se disa njerëz e keq kuptojnë, keq interpretojnë. Me një fjallë, e diçka fish njerëzve mosin, e Allahit mos më falë namazja. Ja, pas Allahut nuk ban minë në hak. Mirë po, Allahu ka falë, më shiron, po ti mos keq përdor ta. Po në shaq
Njerëzve nuk bën me hinë në rak. Hiq, as kushis, as mikut, as shokit, as jaranit. Mirë po, në ditën e kiametit ka gjasat më thonaj, nuk ta falin tyje. Kjo do të jetë humbja dhe dështimi më i madh për tyje. Andaj le të ruajmë gjuhat tona dhe vetët tona që të mos hym në hak njerëzve. Njeriu do të llogaritet një ditë, për atë ditë baju gatë dhe vep llogari. Në atë ditë nuk ka pare, nuk ka as euro, as dollar, nuk mund të marrësh të mirën me tjerat. Për atë ditë në hallën e kësaj veprave ka thënë i dërguar e Allahut, o njerëz, kush i ka hinë në hak tjetrit, le ta laj sot borxhin. Përpara se të vi e nesërmja, dita e kiametit, ku nuk ka as dinar, as dirhem, por ka vetëm sevapë dhe gjunahe, lajni borxhet në këtë botë, sa ato janë shumë të rënda në botën tjetër. Ka shumë për kufizime. E ta shjet pjesa e fundit, e kush është muslimani drejt, po për ka punë të mira, edhe punë të këqija, ai pas ka më koni falimentuar botën tjetër. E kush është muslimani drejt dhe hakikat? Ka shumë hadithe, unë veç me një hadith në ta përfundoj, ka thënë pejgamberi alayhis salam, el muslimun men salim el muslimun min yadi wa yadi. Musliman i mirë dhe i vërtet dhe i denj është ai i cili të tjerët janë rahat nga gjua dhe dora e tij. Që, për me ditë, se kush është i mirë, shikoni ku i shijen vetëme. Shka thu për filanin, valla është njëri mirë. Kur se kemi një s'na shanë, nuk na ofendon, nuk na dëmton, nuk ka ban zarar, as me gu, as me dorë. Kështu ka thonë pejgamberi Allah. Soda, pak është me gjetë. Sotbe, ankon njëni me tjetët, këfshiu, këshiu, farefisi, abe ankonve, nuk jam rahatbe, vjen natën e shtel muzikën, abe shkaz banbe, me fëmijët e vetë, e gjun topin, e gjun gurzi, na i prekin biciklen, na i prekin makinën, qësh më konë rahat? Për më konë i mirë, edhe nga gjua jote, edhe nga dore. Allah në bafëtirë, Allah në rujtë agjerimin, Allah në rujtë namazin, në rujtë veprat e mira, largonu maksimalisht mos i hin në hak njerëzve, del faqebar dunja, faqebar në varë, faqebar në botën tjetër. Allah ju nderoft, Allah ju shpëleft, alhamdulillahi rabbil alamin.